është ta qova live se të pashet kishte rënë fama dhe kalon disa veta nga klebi, se nuk e shikoj dot me qikë. Se vëras më djenë fare për famë. Ore, duen këta, o shejtan. Po quna, kalon disa veta nga klebisje, se me keni lënë. Lëre, rini janë dhe. Kaloni. U e ti qke, o, unë... Zdua fare, s'kam nevoj fare. Se? Zdua shë. Pse s'do, këta duan të vinë. Kena gjë për thënë se do iki. Po ikë. Hajdeni quna prap, hajdeni. Hajdeni se du të thema atë mua betin që e kisha një gjusëm që parë. Hajdeni të gjithë. Hajdeni se du të tregoj atë mua betin si ira i ati. Qa di bëjmë? Ja më thonë ju, nuk është e pak dhe. Ore, nuk ta bën njeri këtë nderë, o quna, seriosisht. Ta bën njeri këtë nderë në kohën e sotme. Rej, Dubai, thot, nuk e di. Rej, Dubai është djali mirë, po Klevisin e ka fiksim, o seriosisht. E ka fiksim Klevisin, nuk e di pse. Seriosisht. E ka fiksim. Tani, se është aktiv, se është pasiv, unë nuk e di. Di që i pëlqenjë djemë. Dhe di që ka Klevisi fiksim. Ma bëja Allahu Dubai se mund t'jesh këtu dhe na dëgjon, po vetë jesh prehur që ke fiksime dhe unë prandaj të funa në live, se e kupton? Si e mbyllje? Ja, mos ja fusni kodjo e mbylli, thot. Shiko tani çka ka ndodhur, të dashur miq. Këtu në live-in ton kemi prezent zotin Çela, i cili sapo ka ardhur për të parë se çfarë komendesh do bëni ju, a do ta shani ju apo do ta mburni zotin Çela. Prandaj unë do t'ju lutesh atë gjithë dhe meqense ai ka ardhur këtu, ju mirë priteni, dukeni të çuar vetëm zemra për zotin Çela, që ai ta kuptojë që ne nuk e shajm, ne vetëm e duam. Kështu që komentoni vetëm zemra, që zoti Çela ta kuptoj që nuk të shajmë ne, o zoti Çela. E kupton apo jo? Ne kemi ato gjërat e tjera, ama për të shajmë nuk të shajmë këtu dhe unë o zoti Çela. E kupton? Se unë e kam thënë gjithmonë që kur sheshana familja, ja fustu në ropt. Dale da që thot, prit. Do ta kuptosh që ke humb një njeri të mirë, ti thot, dhe këta këtu, shi. Shikoni dhe komentin, shikoni. Do ta kuptosh thot, që ke humb një njeri të mirë, ti thot, dhe këta këtu. Oh, zemra. Nga e zemra që në këtej, apo këtej. Oh, zemra. Ore, zoti Çela, ti nuk e kupton që ke humbur një grup shoqëror shumë të mirë. Ti nuk e kupton se unë, zoti Çela, me pastërtinë më të madhe, vazhdoj bëj TikTok në mënyrën time dhe ja i kisha pa ardhur ti me thënë drejtën. I kisha një 800 veta, 900 veta, i kisha pa ardhur ti. Aq kam prapën. Dhe unë e vazhdoj bëj TikTokun në mënyrën time. Njerë për protestët, njerë për këte, njerë për atë, njerë kjo, njerë ajo. Nuk e kam shumë problemun për ta bërë TikTokun në mënyrë që të më duhen shumë njerës. E kupton? Unë jam në rregull për veten time. Unë kaloj kohën, njihem me njerëz të mirë, kam krijuar shumë shokë dhe shoqe me logjik, o vison, njerëz me edukat, njerëz me kulturë, njerëz punëtor, dhe kam dhënë fytyrën time këtu dhe mbaj fytyrën time nga dita 1 edhe deri në ditën që do mbyll TikTokun. Dhe kjo është ajo çfarë unë dua, që njerëzit të më njohin mua.
se kush unë jam në të vërtet. Nuk më intereson mua që të gjej këtë tani për të lozur një lojë, për të ngrënë makarona. Nuk jam për ngrënë makarona. Respekt për ata që janë këtu për të punuar, po unë nuk jam për punë me idenë që më duhet njerëz se s'bën. Mua më duhet që njerëzit të më njohin për atë që unë jam, për atë se si unë reagoj, për mendimet që unë them, për ato ndihma që jap nëse kam mundësi për të dhënë, për ato që unë shoh jo të drejta për t'i folur. Prandaj e përdor këtë rrjet social. Nuk e përdor këtë rrjet social për asnjë gjë tjetër. Kur më shajnë se shprehin të vërtetat, më shajnë, nuk e kam problem. Po shpifa për ndonjë, edhe dele më shan ka të drejtë. Dhe i them më fale, edhe i them edhe të lumë goja që më shan. Ama kur del dikush i më shan, sepse unë kam nxjerr diçka që nuk është e bukur për të qenë, për të ashu, atëre, unë nuk duare që t'i bëj qefin dikujt dhe të më shaj shumica. Nuk e bëj dot. Se bëj dot. Pasandaj, për pjesë të zoti Çela se kush ka humbur, atë e tregon koha. Atë e tregon koha. Ka njerëz që na shajnë në inati, ka sa duash. A ka njerëz që na shajnë në xhelozia, ka are sa duash. A ka njerëz që na shajnë se nuk janë dot si ne, ka are sa duash pa fund ka. Sa të duash. Pa fund. Ama unë nuk di që t'i kem rënë qaf kujt në këtë rrjet social. Zero. Prandaj, leta ashtu thot ky tjetri. Kështu që nuk merret profesori zoti Çela me jo ka humbur ky, jo ka humbur ai. Nëse dikush ka humbur, ta kesh të sigurt që ke humbur ti. Ke humbur ti, jo TikTokun. Se kupton ti çka ke humbur. TikToku është një pjesë. Ti ke humbur pjesën e shoqërisë. Ke humbur pjesën e shoqërisë. Ti ke humbur pjesën e shoqërisë. Kjo është ajo çfarë ti ke bërë. Ke humbur pjesën e shoqërisë. Kaq. Ke humbur shok, jashtë TikTok. Për veprimet që ti ke bërë. Për ato gjëra që ti ke bërë. Ke humbur në shoqëri. Dhe ore çuna, këtu ideja është që gjithë secili të qëndroj vetvetja. Në momentin që njerëzit, po ti çka ke humbur asgjë. Asgjë, ore. Unë rri o çuna bëj muhabet me ju, ore. Seriozisht e keni? Më mjafton, ore, bëj muhabet me ju. Komentoni, diskutojmë, flasim, e gjitha. Bëj muhabet me ju, ore. Po unë se fuz do të vetëm tek ajo kategori që shajnë me rob dhe me motor, i shanë gruan, fëmijën, dhe tysh live prap me të, i shanë motrën, fisin, nënën, babajnë, tysh live prap me të, po se fuz do të vetëm, ore këta mund të bëjnë dhe mund të futen prap, po unë nuk i do të me këta. Dhe më mirë i vetëm, i nderuar i respektuar, se sa të bëhem si këta, se nuk dua të bëhem o si këta. Po nuk jam, se po të isha, aty do isha bashkë me ata. Aty do isha, bashkë me ata, po ja që s'jam. Ja që nuk jam. O Allah ngrena thuaj, thot, po e dino vetë ata shumë mire, vla, se nuk dua të flasore, po e dino vetë shumë mire se qa janë, qa diskutojnë kodne, po e dino shumë mire vetë se qa janë. Që pun ka mund me tanje? As nuk ma ndjen. As nuk ma ndjen fare, zero. Të visi ka përgabime që ka dëmtuar vetën, mua më bje keq për të pjesë, më ka shgënjur
sepse nuk ka respektuar si duhet shoqëria jashtë TikToku, që sinqerisht u mundua ta ndihmonte me gjithë shpirt, dhe mënyra se si reagoi më vonë, nuk ishte e dura, po do ta kuptoj. Do ta kuptoj zoti Çela, dhe e vetmja gjë është që është vonë. Ka shumë njerëz që janë mërzitur më shumë se sa shumë. Na shoqëria jashtë TikToku, që zoti Çela di shumë mirë se kush janë. Dhe janë mërzitur nga mënyra se si djali ka vepruar dhe ka reaguar dhe është sjell. O Xhada, më ram qetësia më thotë, po. Kështu që unë të thash o Xhada dhe ta them prapë. Unë qofsha i pari që ngelem keq, dhe ti qofsh i pari që ke shumë detyrime ndaj meje. Në qoftë se unë nuk dua të ndihmoj veten time, mos më ndihmo. Mos më ndihmo shok. Mos më ndihmo. Se nuk duhet. Nuk duhet ore. Ti qofsh në nevojë për ndihmë. Unë qofsh ai që kam dorë të ndihmoj. Në qoftë se unë të shoh se ti nuk po mundohesh për veten tënde, unë nuk duhet të ndihmoj ty. Prandaj njeriu duhet të tregoj që po lëviz këmbë duar vet, ai meriton të ndihmohet. Ai meriton të jepet mundësi. Ai meriton që ta nxjerrësh në situata duke e ndihmuar edhe ti. Do të vej pse krahasova shtëpinë time me thotë me stradën e lopëve. Ore zoti Çela, po dil tregoj live shtëpinë. Dil tregoj live. Duar ke ti, duar ka mund, krak ke ti, krak ka mund. Shpalla ke ti, shpalla ka mund. Sa të ka ndihmuar shoqëria aty? Sa të ka ndihmuar? Pa fund. Sa lekë kanë gjuajtur në TikTok? Pa fund. Për çat kemi qortuar dhe folur si shok. Pse nuk e arritur to të bësh atë shtëpi? Klevis, kam qenë në shtëpia jote këtu e 6 vite para. Ke 6 vjet që ajo shtëpia është në të njëjtën gjendje. Ku i ke çuar lekët? Pse nuk pranove që do të rregullonim TikTokun dhe lekët të kalonin te banka jote? Pse nuk pranove që gjysmat e lekëve ti prishje dhe gjysmat ngeleshin në bankë që ti të rregulloje shtëpinë? Pse nuk reagove kur ne të thamë si shoqëri e ke një mundësi si shoqëri të të ndihmojmë? Pse e ke një shtëpi që çfarë do duhet ty ku e ke hallin ti thotë shiko punët e tua, shikoj unë punët e mia. Po më kanë sharë mua dha njerëzit e tu të live jot. Kur unë të thoja ti nis kështu, ti thoshe kështu, unë të thosha kështu, ti thoshe ashtu. Më kanë sharë dha njerëzit mua që jo pse i thua ti Klevisit. Të rri unë të hallet e mia, por e rri. Faleminderit. Po ama ke qenë ti që na ke marrë në telefon dhe na ke kërkuar ndihmë. Dhe kemi qenë ne që t'jemi përgjigjur. Sepse ke qenë ti që i ke rënë telefon dikujt shumë aty afër dhe të është përgjigjur në çdo situatë. Sepse ke qenë ti që i ke rënë telefon atij botit në Itali dhe të është përgjigjur në çdo situatë. Ke qenë ti që i ke rënë atij shokut tjetër ton në Amerikë, të është përgjigjur në çdo situatë. Ke qenë ti që i ke rënë atij shokut tim në Angli, të është përgjigjur në çdo situatë. Ke qenë ti që ke pasur halle dhe probleme dhe të është përgjigjur një shoku jon aty në çdo situatë. Klevis, kjo është shoqëria jonë. Dhe kur kërkon ndihmë, mos më thoj pasaj mo që pun ke me hallet e mia, që ka hallet e tua. Se ke qenë ti që na kërën telefone për një hall, u s'ka marrë në njërë ty. T'ka marrë në njërë ty në telefona, për në hall, për në problem timi, no? Zero. Tani si i bje. Dhe prap ne mundohemi si shoqëri të ngrem, të bëjmë në një nivel më lartë, dhe ti thuaj, unë nuk ju besoj ju, dhe ti thuaj, unë nuk ju besoj juve, po ke kaq kohë që po i beson botës. Dhe bota nuk po të nxjerrë në shesh, po të la ty ku ishe. Dhe po të temi ne, po vlla, na dëgjon neo, të dalësh në situata. Ti thuaj, unë nuk ju besoj juve. Po ti, që i ke shprehur mos besim,
Atyre dy personave që ke pirë kafe, turp të kesh ti. Sa herë ke marrë telefon ata persona? Atë kanë thënë ndonjëherë jo? Pranoje këtu për e burr. Do më detyrosh ti flas me emra ndonjë ditë. Po nuk dua. Do më detyrosh ti flas ndonjë ditë me emër, me mbiemër, që ta marrin vesh edhe këta. Kush janë? Po nuk dua. Përgjigju. Sa herë i ke marrë telefon dhe nuk të kanë zgjidhur hallin që i ke marrë telefon? Edhe atë që e ke aty afër? Edhe atë ndaj tutje. Pse ka përshë vetëm me mua? Se ti nuk di qa bën. Se ti nuk di qa bën, ore. Më kupton apo jo, ore? Se ti nuk di qa bën, nuk lëviz. Mos me ndon, pse nuk kapet me këta që e shanë. Kushdo që më shanë, me qënë se Klevisi thot kapesh me mua, kushdo që mua më shanë këtu në TikTok, u shqif sharopt, që ta kuptoj dhe Klevisi që kapem edhe me ju. Po nuk duare Klevis të mere me kategori zhë. Prandaj, jo se mos e me ndonë kështu tjere, ky mere vetëm me mua, se këta kështu, se këta ashtu. Qa të bëjt, të dalë këtu, të mere më gjithë ditë në qifsharop, po se bëjt do të në Klevis, se nuk e kam bërë në njërë. Kështu që mos me ndo se po kape me ty. Dakord? Është tjetër gjë me ty, o Klevis. Është tjetër gjë me ty. Po ama, ku na kanë sharë në Arop, do Klevis të ka i lajvi jotë. Nuk na ka ardhur mire, kupton? Se i ke lëm ti. E kupton në zoti qela. Gjithsesi, ndrysho për veten tënde. Ndrysho dhe rregullohet shpinëre. Unë ta thashë, e kam thënë këtu në live, edhe e them prap. Ti atë sedrën tende që ke, dhe atë kokëforcin tende që ke, aty tregoje. Aty tregoje. Tregoje duke rregulluar shpinë. Tregoje, o Klevis, unë e kam bërë shpinë për familjen time, për sedrën time, për fytyrën time, për moralin tim. E kam bërë unë. Për sedrën time, për fytyrën time, për moralin time e kam bërë. I kam bajtur dhe një video shtëpisë time të vjetër. I kam bajtur edhe një video shtëpisë time të vjetër, o zoti qela. E kam bajtur dhe një video që ta kem, që ta di nga kam ardhur. Dhe kur kemi folur ne ty si shoqëri, nuk të kemi folur për keq. Dhe kur të ka ardhur Fabio Lala aty, nuk të ka ardhur për keq. Përkundrazi, mere Fabio në telefon tani. Tani ik mere dhe pyete. Qa keni diskutuar, thoj, me profesorin? Mere Dajo në telefon edhe pyete. Qa keni diskutuar, thoj, me njëri tjetrin? Mere Kapo Pietro në telefon edhe pyete. Qa keni diskutuar, thoj, me njëri tjetrin? Mere në telefon. Dopen dhe thoj, qa keni diskutuar me njëri tjetrin? Ne diskutojmë të të ndihmoj me njëri tjetrin. Ti shfaq mos besim tek ne. Ne diskutojmë të t'japim na o Klevis tonën. Ti i thuaj në sy dy personave që unë s'kam besim tek ju. E si mos të shgënjemi ne? E si mos të flasun? Se unë se bëj do të budalan këtu. Unë nuk bëj do të budalan këtu dhe mos të flasëre. Po tani i bje që dale, opa njero shok. Opa njero, dale. E ti thua e shiko hallet e tua. Regu, i shohun hallet e mija. Dakord. Ti ku ishe ku vajte. Ore Keli, po opa njero. Si do vjerë kemi mbeto profetot. Ja ku e ke, dajen këtu. Më mori dajen në telefon. E mora unë dajen në telefon. Këtu më tha. Edhe Daja ka qenë gjithmonë me të dyja duart, qofse unë kam qenë me një dorë për ndihmuar ty, ky këtu me të dyja. Me të dyja duart për ty. Në zjarr. Në zjarr. Me të dyja duart. Fola në telefon, këtu. Çfarë po thoj tash? Po ora. Shumë mirë ta ka bërë tash. Shumë mirë tash ta ka bërë. Tani Klevis, me që se je këtu,
edhe po na dëgjon. Atë ka thënë ndonjëherë jo Dajua kur e ke marrë në telefon? Vetëm kaq më thoj. Përgjigju. Atë ka thënë ndonjëherë jo Dajua kur e ke marrë në telefon? Vetëm kaq. Lera mos e përmes jemi në Kozakut se e ke që interpreton ai trurin e vet. A ka thënë ndonjëherë Daja ty jo kur e ke marrë në telefon? Hë? Po Gjergjaku, po ti je me emër me mbi emër o djalë. Tani, atë të bëj follow-un ty, ti më bëj follow mua, unë do t'jap numrin e telefonit, ti do më japësh numrin e telefonit dhe do më marrësh gjithmonë kur jam në TikTok ta shikosh që po vjedh apo po punoj.